A e dini si po vidhe në xhepat tuaj? Në heshtje, ditë pushimi larg vëmendjes publike, qytetarët po përballen me rritjen e çmimeve të barnave të rimbursueshme nga 3% deri në 4000%. Bëhet fjalë për barna jetik për mira pacient. Një antibiotik me përdorim të gjerë si cefazolina, i prodhuar në Kinë, ka pësuar një rritje çmimi prej rreth 4000%. Metmorfina, bazë për trajtimin e diabetit të tipit 2 dhe e prodhuar në Maqedoninë e Veriut, është rrentuar me 2000%. Remsima për sëmundjet autoimune ka shënuar rritjen 97%, ndërsa për barna për trajtimin e kancerit të gjirit janë rritur me 1000% deri në 1357%. Edhe pse këto barna figurojnë të rimbursuar, ato dalin nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, i financuar nga taksat dhe sigurimet tona. Pra, qytetari paguan 2 herë, një herë si kontribues dhe një herë duke mbetur pa shërbim, sepse farmacit tona nuk mund të shesin barna më lirë se sa i kanë blerë. Kjo pasi për shumë barna, çmimet e reja janë publikuar në mënyrë të menjëhershme dhe pa transparencë, duke krijuar kaos në tregun farmaceutik. Komisioni për vlerësimin e barnave për disa barna që janë në listën e rimbursimit ka ulur çmimin e tyre. Urdhri farmacistëve denoncoi mungesën totale të komunikimit dhe paralajmëroi kolaps financiar për farmacit, të cilat janë të detyruar të mbajnë stok dhe të përballen me humbje. Lista e re e çmimeve pritet të dalë në mars, ndërsa farmacistët paralajmërojnë se me rritjen e çmimeve në disa barna si insulina, që më parë jepej me rimbursim, një pjesë e çmimit do të paguhet nga pacientët. Nga ana tjetër, Ministria e Shëndetësisë justifikohet se ka ndjekur praktikat e zakonshme dhe se çmimet janë më të ulta krahasuar me vitin 2025. Por faktet në terren tregojnë të kundërtën, një skemë që favorizon disa xhepa dhe pacient që paguajnë 2 herë dhe që mbeten pa barna.